Lumira Abdiqiko pse është kryetari i partisë, në rregull. Okej. 5. Lutfi Aziri. Ka përvojë. Apo kur ishte në emisionin tonë. Shumë i matun, shumë eloquent. E dëshmoj me performancë të mirë edhe atë ditë. Po. Po. 7. Anton Çuni, pse? Një ndër njerëz që i respektoj më shumë ti që kanë qenë UÇK. Okej. A du më shumë e shpjegu? Jo, në rregull është. 8. Jehona Lushaku. Jehona Lushaku. Ekspert e integrimit evropian, ka qenë po ashtu drejtoresh në arsimit. U mundu me jetësu këtë planin e qeverisës komunale për arsimin tërditor. Ka një farë përvojë, mendoj që mundet prap me kontribu. Adelina tha që një muziciente profesioniste, e shkolluar, sektori në të cilin kjo më bën pjesë, respektojnë të gjithë, shu që respektoj edhe unë. 14. Besian Mustafa. Ekspert që janë për me respektu, ma shumë se ata, kur ata respektojnë, respektoj edhe unë. Besian Mustafa, kaliber i politikanit ri, cili mundët me prodhu diçka të mirë për skenën politikët Kosovës, edhe pse ende nuk e kemi testu në naj pozicion, nëse s'gaba, jo, ka qenë... Ministri i Bujqësisë. Ministri i Bujqësisë, jo mërë drejtori i agjencisë për kjesa u konë. Po dhe ministri ka qenë i Bujqësisë. Besian Mustafa, ministri i Bujqësisë. Në Albin Kurtini. Krenar. Pas në arru, e s'pëm kujtojë. Ermaj Sadiku, potencial njëri i cili mund të kontribuojnë në sektorin pra të revolucionit industrial, pra revolucionit 4, si që po thua tash, të gjithë njerëzit që janë duke kontribuar në këtë drejtim janë të çmuar për tregun e Kosovës. Alban Zogaj, më pëlqen është i kulturum, është eloquent, din me fol, nuk fol pa lidhje. A është nga Londra apo nga? Nga Londra. Sibel Alimi po ashtu një veprimtare shuar ka qenë shoqërisë civile, tash në politikë shpresoj që ka mujt me dhonë deri vonë ka qenë angazhuar, nëse s'ka bëjende, është angazhuar në komunë Prishtinës, apo ka qenë angazhuar? është drejtoresh, po. Po, drejtoresh. Edhe Shqipën e kemi kolege. Shqipe Pantino. Shqipe Pantino. Faleminderit Krenar. Faleminderit. Halil Madoshi, Lidhja Demokratike e Kosovës, po thonë që është pak problem me i zgjedh 10 në LDK. Me thonë drejtën kushtim, lista e LDK-s ka shumë personalitete. Bile mos t'i harroj, po du me i thonë fillim se mos t'ju hinë hak. Atyne që kanë mbet jashtë? Atyne që kanë mbet jashtë. Ata në rezervat. Që është Adelina Thaçi Meta, një profesioniste, një pedagoge, këngëtare shkelqyshme. Edhe pastaj është ish kolegu ju në Festim Kabashi, gazetar t'i dushtu se i kam profesionit. Lutfi Aziri, më kam et jashtë, po dhe thot është, u tha dhe këtu, është për njerëzve të përgjithshëm dhe institucionalist. Jehona Lushaku profesorish edhe... Ama kjo s'është fair tani, se sa ju kanë mbet jashtë. Po, sigurisht, po edhe me më pëlqej që e kuptumen edhe nga krenari e Ermaj Sadiku të azon. Për shembull, Lutfi Aziri me të mbet jashtë e këtu me qenë disa, është pak e çuditshme, po... është e çuditshme, po pak a shumë... Lutfi Aziri 20 vjet në politikë. Po, nuk është keq. 30 vërtej. Nuk është keq. Është mirë. Ju mirë si pas si listës, natyrisht që... Po dhe të Halil 40 gazarije... Ka qënë shpe Halilin. Me gjithat e ka një sukses. Ka mëri me rujt partin për qamjeve edhe ka një rritjet në gjeshme. Kujtim shala nëmër 2? Kujtim shala është djetar, që i vynë se cilës parti politike. Hükmeti Bajrami është njëna prej opozitare ma që ka ky detyrën e opozitares mas mirë, që të është në kuvendin e Kosovës. Abdullah Hoxha është njëni prej njerëzve që nje qeverisjen, ka qenë kryeministër, edhe për e thona një qeverie normale do të ishte ndër kryeministrat ma normal. Gjafer Gashin për arsye që ka qenë njeri ndër kryesorët në luftën e Kosovës, krahi djathtë që thojmë i Agim Ramadanit,
kryetari i Obiliqit disa mandate shumë i suksesshëm, e ka bon nga një kthejs për dikun që se di se ku, e ka bon qytet. Albin Gashi për shkak të përvojës ti. Të mirë, edhe për shkak të që është njës i politikave publike, sidomos në kuvend. Sibeli ka qenë drejtore kulturës, e tha krenari ish shoqënisë civile, edhe ka bon shumë për kulturën Prishtinë. Drejton Selmonajn, jove që e kam kolegë zyres në Institutin Demokratik Kosovës vitet 12-13 që apo di, por për shkak se është ndër vetmi që përballet, që debaton, si në kuvend, si në televizion. Ishim edhe me Blerim Gashin para 2 ditëve këtu Vlora shumë mirë. Tomoshi, mund me thonë dikush konflikt interesi, ka qenë ministre në kohën e... E ke pasur shefe? E ku pas shefe, normalisht, po është një zoj e cila ka që ka jep në politikën e Kosovës. Dhe o doktor Izet Sadiku, i cili është për doktorëve shumë zëtë, muj me thonë. Prandaj që kjo është dhejtëja e kriterëve të mija tash, po thomë që edhe një herë ju kërkoj faljes, edhe një dhejtë që shumë të mija kisha mujtë me nëzirë për ti. Ju kërkoj falje atyre që kam mbetur jashtë, faleminderit shumë. Okej, e ftoj zonën Pranvera te Lidhja Demokratike e Kosovës. Shohim zona Pranver, çfarë dhjetë që paska ndryshime, paska. Kushtrim për një me kom pas pakës vështirë me i zgjedh vetëm 10, se Lidhja Demokratike ka një listë jashtëzakonisht mirë. Njerëz profesionista, njerëz të dëshmuar ndër vite, edhe në politikë, edhe në pozitat publike të cilat i kanë mbajt. Unë ju mundu edhe pak, i kam edhe 2 persona të cilët ndoshta janë pak ma të rinj politik, që dhe shumë nuk njifan. Ti po i kërkon falje dikë që e ke lënë jashtë apo si? Po, më kanë merë disa jashtë, po ata do t'i them në fund, kështu që unë kisha fillu me barcën e listës, zoti Abdigjiko, duket lider i mirë me qenë, profesionist, edhe barcë i listës, nuk isha ndalë shumë, përderisa e udhëheq Lidhjen Demokratike, atëherë gjithë këta dhe i besojnë, edhe ka një performancë të mirë. Zoja Hykmete Bajrami, opozitorja kisha me thonë më e zëshme, një grua shumë elokuente, shumë e sakt, që flet me fakte, në shumë raste, shumë, kisha me thonë, disa ose shumicën prej skandaleve, i ka spjegu ato se qka, kjo i ka observu edhe e ka